Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimet dhe lavdrimet I takojnë të madhit Allah Dhul Gjelal, përshëndetjet tona më ngrohta me salat dhe selam ja qëm dërgumit ton pejgamberit Muhammedit alayhis salam, familjes, shokëve dhe të gjithë atyre që e ndjekin rrugën e tij. Vëllezër të dashur, motrat nderuara të teleshikues të respektuar, tema të cilën e kemi zgjedhur për sot është pse e duam Ramazanin. Arsyeja e zgjedhjes apo arsyeja e marrjes së kësaj teme është që ti inkurajojmë ata të cilët agjerojnë edhe më tepër për të mirat dhe dobitë e shumta të cilat I ka Ramazani, dhe ata të cilët kanë vendosur që të mos agjerojnë të vetëdijsohen se çfarë të mire janë duke humbur. Në radhë të parë, Ramazani, apo ne e duam Ramazanin për arsye se është urdhër I të madhit Allah Dhul Gjelal. Dhe Zoti në Kur'an thot nestaidhu billah bismillah, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Ju përgjigjem thirrjes dhe respektuam urdhrin. Kërkojmë faljen tënde o Zoti ynë, vetëm te ti është e ardhmja jonë. Kështu në fund kapitullit El-Beqare, I madhi Allah Dhul Gjelal në ajetet të cilat I dha pejgamber Muhammed Mustafa dhe ummetit ti si dhurat në natën e Mirajit, Allahu u tregoi dhe I urdhroi besimtarët që gjithë ata të cilët e ndinë veten si musliman t'i përgjigjen thirrjes dhe ta respektojnë urdhrin e të madhit Zot. Dhe pikrisht është urdhër I të madhit Zot, nga se Allahu Dhul Gjelal në Kur'an thot nestaidhu billah bismillah. Ja eyyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. O ju që besuat, agjerimi u është bërë obligim. Dhe pikrisht obligim të cilin e bani I madhi Allah Dhul Gjelal në ditë të caktuara, për të cilin thot ayyaman ma'dudat. Jeni të obliguar për ditë të caktuara. Dhe këto ditë të caktuara të cilat I bani I madhi Zot janë shehru Ramadan, muaji I Ramazanit. Andaj, robi me agjerim e adhuron të madhin Allah Dhul Gjelal duke I lanë gjërat e lejuara të cilat I ka jashtë agjerimit. Në dy muslimani gëzohet pse vjen Ramazani, nga që I madhi Zot siç na mëson pejgamberi alayhis salam në hadith, Islamin e ka vendosur mbi 5 shtylla, dhe ato janë dëshmia se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi alayhis salam është rob dhe I dërguar I tij. Falja e namazit, dhënia e zakatit, agjerimi I Ramazanit dhe kryerja e haxhillakut. Dhe pikrisht çdo njeri I cili e ndin veten besimtar, I cili e ndin veten musliman, patjetër duhet që t'i kryej këto urdhra dhe këto detyra. Me anë të agjerimit arrihet shkalla më e lartë të cilën mund ta ketë njeriu. Dhe kjo, siç na mëson I madhi Zot në Kur'an, la'allakum tattaqun, kështu që të bëheni të devotshëm. Devotshmëria apo këtë shkallë të lartë njeriu mund të arrijë apo besimtari mund të arrijë vetëm nëpërmjet të Ramazanit. Na mëson pejgamberi alayhis salam se 10 ditë I pari I Ramazanit është rahmet, 10 ditë I dytë I Ramazanit është magfiret, ndërsa 10 ditë I tretë I Ramazanit është shpëtim apo largim nga zjarri I xhehenemit. Thot pejgamberi alayhis salam në hadith, është një muaj I cili fillimin e tij e ka mëshirë, mesin e tij e ka falje dhe fundin e tij e ka shpëtim nga zjarri I xhehenemit. E duan muslimanët Ramazanin për arsye sepse në Ramazan hapen dyert e xhennetit. Thot pejgamberi alayhis salam në hadith, kur të vjen muaji I Ramazanit,
hapen dyert e xhennetit. Dhe ky është synimi i çdo njeriu, dhe ky është synimi në veçanti i besimtarit, i cili si cak përfundimtar e ka xhennetin. Dhe rrugën më të mirë për të arritur terit e xhenneti është apo të arrihet nëpërmjet agjerimit. Në këtë muaj mbyllen dyert e xhehenemit dhe prangosën shejtanët, thot pejgamberi alayhis salam në hadith, kur të vjen muaji Ramazan, mbyllen dyert e xhehenemit dhe prangosën shejtanët. Kjo është arsyeja tjetër sepse muslimanët e duan Ramazanin, nga që në muajin e Ramazanit dyert e xhehenemit janë të mbyllura dhe shejtanët janë të prangosur. E dim se gjatë Ramazanit i vije edhe era e gojës. Mirë po këtë erë të gojës, për hir të këtij muaji madhor, i madhi Allah Dhul Xhelal e vlerëson, dhe era e gojës së agjeruesit tek Allahu është më dashur se sa era e miskut. Dhe thot pejgamberi alayhis salam në hadith, era e gojës së agjeruesit është më dashur dhe më mirë tek Allahu se sa era e miskut. Agjerimi i Ramazanit dhe Kur'ani do të ndërmjetësojnë për veprën tonë, për punën tonë, të cilin e kemi bërë pikrisht në këtë muaj. Thot pejgamberi alayhis salam, agjerimi dhe Kur'ani ndërmjetësojnë për robin në ditën e gjykimit. Agjerimi thot, o Zoti im, unë e kam ndaluar atë nga ushqimi dhe epshet gjatë ditës, ma lejo që të ndërmjetësoj për ta. Ndërsa Kur'ani thot, unë e kam ndaluar atë nga gjumi gjatë natës, me lejo që të ndërmjetësoj për ta. Thot, dhe ata do të ndërmjetësojnë. Andaj, edhe kjo është njëna prej arsyeve sepse muslimani e do Ramazanin. Nga që Ramazani do t'jetë ndërmjetësues, do t'jetë shefatgji në ditën e gjykimit. Zbashku me Kur'anin, Zati Ramazani e ka këtë vlerë kaq lartë për hir të mrekullisë apo për hir të mucjizës së të gjitha kohërave të cilat e bën i madhi Allah Dhul Xhelal e që është Kur'ani. Melajket janë krijesa fisnike dhe krijesa të cilat nuk gabojnë. Për nder të agjerimit të besimtarve, lutën për agjeruesit dhe kërkojnë falje për ta gjatë tërë kohës sa besimtarët apo njerëzit janë duke agjeruar. Thot pejgamberi alayhis salam në hadith, me lajket kërkojnë falje për ta derisa të bëhet iftari. Për këtë arsye neve e duam Ramazanin, për këtë arsye neve agjerojmë Ramazanin, sepse edhe krijesat të cilat nuk bëjnë gabime, kur ne agjerojmë lutën për ne. Allahu e zbukuron xhennetin e tij çdo ditë për agjeruesit. Thot pejgamberi alayhis salam, Allahu çdo ditë e zbukuron xhennetin e tij dhe thot, është afruar koha që robrit e mi të mirë të heqin barën e mundimin dhe të vinë e të vendosen tek ti, kështu pra i thot xhennetit. Andaj për këtë arsye besimtarët dhe muslimanët e dojnë agjerimin, sepse për çdo ditë që agjerojnë, Allahu e zbukuron xhennetin për ta. U afal atyre mëkatët në natën e fundit. Thot pejgamberi alayhis salam që kur të agjerohet Ramazani, u falen mëkatet atyre në natën e fundit. Përderisa ata kanë vepruar drejt dhe janë angazhuar me adhurime dhe ibadete, Allahu u jep shpërblimin se cilit do që kryen punën e tij. Andaj shpërblimi i kryerjes së punës për agjeruesin është se në natën e fundit të Ramazanit del me mëkate të falura. E duam Ramazanin nga që është veçori e të gjithë pejgamberve dhe ka qenë veçori e të gjitha ummeteve. Thot Allahu Dhul Xhelal në Kur'an, nesta'idhu billah, bismillah, ja eyyuhalladhina amanu kutiba alejkumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum. O ju që besuat, agjerimi është bërë obligim
sikurse që ishte obligim edhe i atyre që ishin përpara jush. Pra secili pejgamber e ka pasur si adhurim edhe agjerimin, edhe pse kanë ndryshuar në formë dhe në kohë nga ne. Me agjerim largohen fytyrat nga zjarri i xhehenemit. Thot pejgamberi alayhis salam, kush agjeron një ditë duke kërkuar kënaqësinë e Allahut, Allahu do t'ja largoj fytyrën e tij nga zjarri i xhehenemit 70 vite larg. Kemi edhe transmetime të tjera të cilat thonë për një ditë agjerimi 100 vite larg apo 500 vite larg fytyra nga zjarri i xhehenemit. Një farsë që kryhet në Ramazan, shpërblimin e ka sa 70 farze të cilat kryhen jashtë Ramazanit. E kush e punon një farsë, sot pejgamberi alayhis salam e ka shpërblimin sikur ti ketë kryer 70 farze jashtë tij. Kjo është pra arsyeja sepse muslimanët e dojnë Ramazanin, sepse shpërblimi i të madhit Allah është shumë fish më i madh. Një nafile e cila kryhet në Ramazan shpërblehet sa një fars i cili kryhet jashtë Ramazanit. Thot pejgamberi alayhis salam, kush punon në të një të mirë, ka shpërblim sikur ta ketë kryer një fars jashtë Ramazanit. Dhe e dim se në Ramazan është një natë e dalluar dhe një natë e veçuar. Ajo është nata e Kadrit, Lejletul Qadri khairun min alfi shahr, thot i madhi Allah dhul Gjelal në Kur'an. Nata e Kadrit është më e rëndësishme se sa 1000 muaj. Dhe pikrisht duke e ditur jetë gjatësinë e ummetit fundit, se mosha e tyre është 60 apo 70 vite, një natë ibadet e cila bëhet për hir të madhit Allah dhul Gjelal në Ramazan, në veçanti në natën e Kadrit, shpërblimin e ka sa 83 vite. Imam Maliku shënon në Muvettain e tij një hadith me senet mursel në të cilin thuhet: pejgamberi alayhis salam e pa jetë gjatësinë e popujve përpara tij. Aq sa ka dashur i madhi Allah që ai të shoh. Dhe sikur ju duk e shkurtër jetë gjatësia e ummetit të tij, sa që ata nuk mund të punojnë e të arrijnë sa kanë punuar të tjerët të cilët ishin përpara tij me jetë më të gjatë. Atëherë Allahu i dha natën e Kadrit që është më vlefshme se sa 1000 muaj. Arritja e kënaqësisë në dunja dhe arritja e kënaqësisë në ahiret. Thot pejgamberi alayhis salam, besimtari ka 2 gëzime. Një gëzim me rastin e iftarit të tij në Ramazan dhe një gëzim me rastin e takimit me Zotin e tij në ahiret. Pikrisht ai i cili agjeron Ramazan do të ketë gëzim edhe në dunja, siç na tregon pejgamberi alayhis salam me rastin e iftarit, dhe gëzimin më të madh do ta ketë në ahiret në takim me të madhin Allah dhul Gjelal. Është muaj i përgjigjes së duas. Thot i madhi Allah dhul Gjelal në Kur'an, nasta'idhu billah, bismillah, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Allahu në Kur'an thotë, kur robrit e mi të pyesin për mua, unë jam afër, i përgjigjem lutjes kur lutsi më lutet. Andaj edhe pejgamberi alayhis salam në hadith na tregon dhe thot, agjeruesit me rastin e iftarit duaja nuk i refuzohet apo nuk i kthehet mbrapsht. Dhe pikrisht lutjet dhe duat duhet që t'i shtojmë në Ramazan, e në veçanti në kohën e iftarit kur ato nuk kthehen mbrapsht. Po ashtu pejgamberi alayhis salam në hadith na mësot dhe thot, 3 dua janë që gjithsesi pranohen. Duaja e agjeruesit, duaja atij që i është bërë pa drejtësi dhe duaja e udhëtarit. Si dhe prap pejgamberi alayhis salam në një hadith tjetër thot, 3 dua nuk refuzohen. Duaja e prindrit për fëmijën, duaja e agjeruesit dhe duaja e udhëtarit. Duhet që ta dim se Ramazani është muaj i Kur'anit dhe për këtë arsye besimtarët e dojnë Ramazanin. Thot Allahu dhul Gjelal në Kur'an, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Kur'an. Muaji i Ramazanit është muaji në të cilën filloi që të shpallet Kur'ani. Leximi i Kur'anit
duhet që të jetë apo të shtohet sa më tepër në muajin e Ramazanit, sepse pejgamberi alayhis salam thot në hadith, më i miri prej jush është ai që e mëson Kur'anin për vete dhe ai i cili u mëson edhe të tjerëve. Si dhe shembulli i besimtarit që e lexon Kur'anin është sikurse shembulli i qitrës, që ka aromen e mirë dhe shijen e mirë, ndërsa shembulli i besimtarit që nuk e lexon Kur'anin është sikurse shembulli i hurmes, që s'ka aromë, por e ka shijen e mirë. Ne duhet ta kemi edhe aromen edhe shijen e mirë. Duhet ta lexojmë edhe Kur'anin, duhet që ta agjerojmë edhe Ramazanin. Ramazani simbolizon unitetin e muslimanëve. Në të njëjtën kohë ne agjerojmë, në të njëjtën kohë ne bëjmë iftar, në të njëjtën kohë qohemi në syfyr, shkojmë xhami, vizitohen e nderohen besimtarët ndërmjet vete, organizohen dhe veprojnë si të janë një trup i vetëm. Ky është edhe shpirti dhe fryma e Ramazanit tek muslimani. Fitojnë kënaqësinë e Allahut dhe lumturinë e harmoninë në vetvete. Dhe kjo është arsyeja pse muslimanët e dojnë Ramazanin. Shpërblimi për agjerim nuk përcaktohet me shifra, sepse këtë e di vetëm i madhi Allah. Pejgamberi alayhis salam thot, Allahu i lartësuar thot, çdo punë e njeriut është për ta. Përveç agjerimit, ai është për mua dhe unë do të shpërblej për ta. Kur kemi folë dhe herëve tjera, kemi thonë që ta falish një namaz ka kaq sevape, ta krysh haxhin ka kaq sevape. I vetmi adhurim dhe i vetmi ibadet në të cilin i madhi Allah dhul xhelal nuk na tregon shifra është Ramazani. Dhe pikrisht ndaj kësaj detyre duhet që ta kemi një kujdes të veçantë. Allahu i shufishon shpërblimet ndaj robërve të tij, që bëjnë vepra të mira në çdo kohë, nga 10 fish e deri në 700 fish, ma shumë. E në Ramazan një gjatë tillë i madhi Allah dhul xhelal e jep pa llogari apo pa hesab. Syfyri ka shumë bereqet, thot pejgamberi alayhis salam, qohuni në syfyr sepse në to ka bereqet. Dhe pikrisht në ato familje ku qohen syfyr, ku bëhet lutje, ku bëhet dua, i madhi Allah dhul xhelal do të jep bereqet. Dhe aty ku ka bereqet, ato e do besimtari. Përmbledh të gjitha llojet e adhurimeve. Namazi i përmbledh të gjitha llojet e adhurimeve. Namazi apo agjerimi përmbledh namazin, përmbledh agjerimin, përmbledh sadekan, përmbledh fitrin, zekatin, umrën, vizitën e të afërmve, ndihmën ndaj nevojtarve, kemi itikafin dhe ditëshin e fundit Ramazanit, syfyrin, leximin e Kuranit, të gjitha këto bahen në Ramazan dhe pikrisht për këtë besimtari e do Ramazanin. Në Ramazan bashkohen zemrat, nga se muslimanët në të gjitha adhurimet janë bashk dhe të afërm me zveti si iftar, si syfyr, si taravi, si leximin e Kuranit në duat hatmes, si vizita, ndihma, në zekat, në organizime, namaze e të tjera. Pra, zemrat muslimanët në Ramazan i kanë të bashkuara. Ngritja apo ngjarje të mëdha kanë ndodhur në Ramazan. Dhe pikrisht ngjarjet më të mëdha në historinë e Islamit kanë ndodhur në Ramazan, siç është betejë e Bedrit, siç është shtririmi i Mekës. Ka ndodhur ngjarja më e madhe në historinë e njerëzimit apo mucizja, mrekullia më e madhe në historinë e njerëzimit, shpallja e Kuranit. Madje edhe të gjitha librat tjerë qiellor, të cilët janë zbritur, kanë ndodhur pikërisht në muajin e Ramazanit. Dobit e shumta shëndetësore i ka agjerimi. Përveç efektit imanor, përveç efektit shpirtëror, agjerimi ka edhe shumë dobi të mëdha shëndetësore, ku edhe studimet shkencore bashkohore gjithnjë më shumë janë duke e vërtetuar një gjatë tillë. Dhe këto studime jo që i bëjnë muslimanët, mirë po edhe njerëzit të cilët nuk janë musliman, edhe klinikat më të njoftme sot në botë merren dhe u rekomandojnë njerëzve agjerimin. Dhe pikrisht këta nuk janë musliman, as se si një musliman apo një besimtar nuk guxon që ta lëshoje një nimet
dhe një begati të tillë cilën na ka dhënë i madhi Allah Dhul Gjelal. Dera Rayyan e xhennetit është e rezervuar vetëm për ata të cilët agjerojnë. Dhe thot pejgamberi alayhis salam, në xhennet është një derë në për të cilën do të hyjnë agjeruesit në ditën e gjykimit. Nuk do të hyjë askush tjetër përveç tyre, pasi që të hyjnë ata, do të mbyllet dhe s'do të hyjë me askush. Shansi më i mirë për ta fituar njerëzit xhennetin dhe për t'u futur nga një derë e veçantë është Ramazani, dhe për këtë arsye muslimanët e dojnë Ramazanin. Falja mëkateve dhe fshirja e punëve apo e veprave të këqija. Thot pejgamberi alayhis salam, 5 kohët e namazit, xhumaja deri në xhuma, Ramazani deri në Ramazan, shryjnë mëkatet e vogla që bëhen ndërmjet tyre, nëse ju largohem mëkateve të mëdha. Po ashtu pejgamberi alayhis salam thot, kush e agjeron Ramazanin me besim të plot dhe me shpresën shpërblimin e Allahut, do t'i falen gabimet të cilat i ka bën më herët. Agjerimi është mburoj për agjeruesin. Thot pejgamberi alayhis salam, agjerimi është mburoj për agjeruesin me të cilin robi mbrohet nga zjarri i xhehenemit. Kjo mbrojtje na duhet për në ahiret dhe kjo mbrojtje është agjerimi i muajit të Ramazanit. Dhe për këtë arsye besimtarët e dojnë Ramazanin, për këtë arsye besimtarët e dojnë mbrojtjen. Namazi në Ramazan, xhamati dhe tubimet. Allahu i lartësuar përveç 5 kohëve të namazit obligative, na ka ligjësuar edhe namazet e tjera në Ramazan, si që është namazi i taravis, namazi i natës, për t'i falur dhe për t'ju ofruar të madhit Allah edhe me tepër. Pastaj falja atyre me xhamat, organizimi i tubimeve të ndryshme që janë veçori e Ramazanit. Thot pejgamberi alayhis salam në hadith, kush fal namaz gjatë Ramazanit me besim të plot dhe me shpresën shpërblimin e të madhit Allah, do t'i falen atij mëkatet e bëra më parë. Zemra, mendja dhe shpirti kanë mundësi për meditim. Gjatë kësaj kohë njeriu ka mundësi që të meditoj, që të mendoj për veten, që të mendoj për Zotin dhe të mirat që na i ka dhënë, po ashtu edhe për rolin e tij në këtë botë. I pasuri i di vlerën e të mirave që i ka dhënë i madhi Allah Dhul Gjelal. Njeriu që posedon pasuri dhe të mirat shumëta nga Allahu, i di vlerën e atyre dhe i shfrytëzon në të mirë, si dhe e falenderon të madhin Zot. Ramazani është një rast i mirë për t'i kuptuar këto, sidomos kur agjeron, ai e di vlerën e ushqimit dhe i beson apo i di vlerën skamnorit. Për mbajtja e vetes dhe mbajtja nën kontroll e gjendjes. Pejgamberi alayhis salam në hadith thot, nëse dikush e ngacmon apo e ofendon, le të thot, unë jam agjerueshëm, unë jam agjerueshëm. Ramazani është ai i cili na mëson se si njeriu mund që ta mbaj veten. Largimi nga mendjemallësia dhe pranimi i tobës. Agjerimi dhe Ramazani i ndihmojnë njeriut ta kuptojnë se sa i pafuqishëm dhe sa i pa vlerë është mbi sipërfaqen e tokës. Prandaj largohet nga mendjemallësia dhe pranon realitetin e i kthehet asaj e cila është e drejtë dhe asaj e cila është e vërtetë. Ngushtohet qarkullimi i shejtanit. Pejgamberi alayhis salam na tregon se shejtani qarkullon në përvenat e njerit, ndërsa me agjerim ngushtohet qarkullimi dhe lëvizja e tij. Ramazani është muaji i pendimit dhe muaji i kërkimit faljes. Është mundësi për të bërë revolucion në jetën e njerit. Ramazani është muaji i mëshirës. Ramazani është muaji i sadekas. Ramazani i mëson njerëzit se si të ndihmojnë dhe se si të japin. Prandaj nga kjo natyrë është sadekaja, nga kjo natyrë është zekati, nga kjo natyrë është sadakatul fitri. Ramazani në 10 ditëshin e fundit ti ka dhe itikafin apo ka qëndrimin në xhami, ku njeriu për një qëllim të caktuar futet në xhami vetëm për të adhuruar dhe vetëm për të madhruar të madhin Allah Dhul Gjelal. Dhe Ramazani në fund e ka edhe Bajramin. Dhe pikrisht ashtu siç pejgamberi alayhis salam na mëson hadith dhe thot
që kur një njeri e kryen punën, në fund të muajit çka do të marr? Do të marr rrogën. Një ashtu të gjithë ata të cilët besuan apo dashtën Ramazanin, e agjeruan Ramazanin, në fund do të vije edhe shpërblimi nga ana e të madhit Allah Dhul Xhelal, falja, mëshira për hir të agjerimit apo për hir të kryerjes së atyre ibadeteve gjatë muajit të Ramazanit. Allahu na boft për atyre që i shërbejnë Ramazanit dhe përfitojnë prej tij, dhe lusim të madhin Allah Dhul Xhelal ashtu siç e luste pejgamberi alayhis salam për çdo ditë në mëngjes të madhin Allah, Allahumma inni es'aluka ilman nafian wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. O Zoti ynë, të lutemi për dituri të dobishme, për furnizim të mirë dhe punë të mbarë, dhe punë të pranuar. Dhe pikrisht e lusim të madhin Allah Dhul Xhelal ashtu siç na mëson Zoti në Kur'an që të lutemi Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. O Zoti ynë, na jep të mira në këtë botë, të mira në botën tjetër dhe na ruaj nga dënimi i zjarrit të xhehenamit. O Zoti ynë, më fal mua, prindrit e mi dhe të gjithë besimtarën në ditët kur do të jepet llogaria. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.